Lideri i LSDM Venko Filipçe prezantoi sot një rezolutë me të cilën përsaktohen vijat e kuqe të shtetit në procesin e integrimit evropian. Dokumenti thekson se gjuha, identiteti, historia dhe kultura maqedonase nuk mund të jenë objekt negociatash me Bashkimin Evropian. Sipas Filipçes, Republika e Maqedonisë së Veriut është e gatshme të përmbushë të gjitha obligimet nga korniza e negociatave, duke përfshirë edhe ndryshimet kushtetuese, të cilat ai cilësoi si pengesa e fundit për hapjen e kapitujve. Në të njëjtën kohë, rezoluta ndalon pranimin e çdo kërkese të re me karakter bilateral ose identitar. Ky është propozimi ynë për zgjidhje dhe për arritjen e objektivave të përbashkëta kombëtare e strategjike, me konsensus, pasi shumica e qytetarëve e mbështesin anëtarësimin në BE. Dokumenti, i cili fillimisht do të shpërndajë të gjitha partive politike, më pas do të shkojë në kuvent për miratim si dokumenti përbashkët, përmban një afat kohor të qartë dhe mekanizma mbrojtës në rast se ndonjë vend antar i BE-s prek çështjet identitare. Sipas afatit kohor për zbatimin e kësaj rezolute, qeveria nga 15 deri 25 nëntor 2025 duhet të deklarojë nëse qëndron në të njëjtin tekst apo përkatësisht propozon tekst të ri të amendamenteve kushtetuese. Nëse propozon tekst të ri, ai duhet të miratohet nga qeveria dhe të dorëzohet në kuvent deri më 1 dhjetor 2025. Собранието treba da započne. Kuvendi të nisë procedurën për ndryshimin e kushtetutës dhe të arrijë deri në fazën e votimit të parë, mos së voni deri më 15 dhjetor 2025. Kuvendi ta përfundojë procedurën për ndryshimin e kushtetutës me votimin final, mos së voni deri më 10 shkurt 2026. Në të njëjtën ditë të votimit final dhe miratimin të ligjit kushtetues për zbatimin e amendamenteve, qeveria duhet të dërgojë letra shteteve anëtare të BE-s dhe Komisionit Evropian se është përmbushur obligimi ynë për debllokimin e procesit negociues. Gjithashtu, qeveria do të dërgojë edhe dokumentet e nevojshme të ashtu quajturit udhërrëfyes, të cilat shërbejnë si instrumente të zakonshme në proceset negociuese. Filipçe theksoi se krijimi i një konsensusi kombëtar është mënyra e vetme për të siguruar suksesin e procesit dhe për ta çuar vendin përpara në rrugën e integrimit evropian.